Pangopësia, porta e fatkeqësive. Përpara njeriut, qëndrojnë dhjetra, qindra e mijë raporta. Çdo sekondë e re është një portë përballë së cilës duhet të qëndrosh. Secila portë ka të veçanta, ka stilin e vet, zbukurimet e veta. Ti je udhëtari që ka lamendesh në pragun e secilës prej tyre. Ta çelësh apo jo? Kjo është dilema e madhe që bashkëton me qenien tënde përgjatë përkohësisë. Është ligj që nuk i shmangesh kurrësi. Qëndron dhe mendon, çfarë të ketë për te? Kurioziteti i përhershëm dhe i pazhdukshëm i njeriut. Nuk është dha që thjesht të marrësh një vendim. Marrja e vendimit është përgjegjësi. Është tension dhe ankth, sepse të ekspozon përballë diçkaje që nuk e njeh drejt për drejt, që nuk e ke prekur nuk e ke një përvojë, edhe pse shumë çka mund të kesh dëgjuar. Kandili që ke në zemër me siguri do të ndriçojë dhe ti do të shquash në portat përballë të cilave qëndron shenja që do të të përcjellin mesazhin, kurioziteti për të cilin të bren si pika e ujit gurin. Ky është kandili që ndriçon prej vajit që vjen prej një pemë të bekuar, kandil që nuk e fik asnjëherë, asnjë stuhi. Ti qëndron përballë portës, lexon shenjat. Shenjat flasin me heshtjen e tyre. Zemra jote e kupton tashmë nëse duhet apo nuk duhet të çel portën e radhës. Jo çdo portë është aty për të çelur. Ka porta që mund të afrohesh deri tek pragu. Ka porta që nuk duhet të afrohesh asesi. Ka porta të cilat mund t'i çelësh paksa, por jo të kalosh pragun e tyre. Ka të tjera që është detyrë t'i çelësh. Kjo është jeta. Ky është njeriu. Në gjithë këtë udhtim dhe qëndrim përballë portash, nuk duhet harruar i përtëritja e zemrës me dritën e kandilit. Kushdo që nuk ndriçohet prej këtij kandili me vaj nga pema e bekuar, nuk mund t'i lexojë shenjat e portave. Përpasoj kurioziteti do ta mbërthejë tërësisht zemrën e tij të mbetur në errësirë. Dëshira e hetshme për të njohur çfarë ka për te çdo portë përballë së cilës qëndron bëhet sunduese. Njeriu bëhet skllav i saj. Skllavi ka detyrë të bindet ndaj zotërisë apo zonjës së vet pa kundërshtuar as pak, dhe pa pyetur nëse veprimi që do të kryej është i drejtë ose jo, i mirë ose jo. Skllavi i dëshirave të hetshme rend të hapë çdo portë, kërkon të marrë të bëj pjesë të qenies çfarëdo që gjen. Për të, çdo gjë ka të njëjtën shije. Mjafton që të ketë oreks dhe stomak që nuk trazohet lehtë nga kjo ide e çuditshme, por jo e pazakontë për sklavin që është mësuar të ushqehet me thërrimet që bien nga tavolina e zotriut. Hap një portë, kalon pragun, hyn në të. Merr atë për të cilën urdhërohet nga zotria apo zonja dhe largohet për të hyrë sërish në një portë tjetër. Asnjë portë nuk duhet lënë mbyllur. Shet diellin në horizont dhe mendon që ka ende kohë për t'i hapur të gjitha. Diku fshihet paraja, pushteti, femra, xhavahirët, rubinët, smeraldët, fama, lëvdatat njerëzore, krenaria e sëmur, superioriteti, arroganca, inati, zilia, smira, uria e stomakut, ushqimet lëndore, pijet, falltarët, ruletat, ahengjet që nuk njohin limite, dëshirat që nuk njohin kufi përveç pamundësisë. Janë kaq shumë porta dhe të gjitha duhen hapur prej sklavit të nënshtruar. Edhe syt sërish në horizont, dielli ende nuk ka perënduar. Pas kam ende kohë, i thot vetes. Dhe vazhdon me hapjen e portave. Ka porta që i hap vetëm një herë. Ka porta që rikthehet i hap sërish. E më së shumti rihap ato porta ku pasioni për çfarë gjendet për te pragut ka lëshuar rrënjë të thella në zemrën e terratisur. Sa më shumë që rikthehet aty, aq më shumë fuqizohet dëshira për t'u rikthyer sërish. Jeta kthehet në një torturë. Madje edhe kënaqësia që merr në dukje është një tjetër torturë. Kushdo që e vështron së largu këtë të pangopur, do të besoj se qen ka një punëtor i mbaruar, teksa rend të hapet të rihap portat prej nga deri ngarkuar me kënaqësi. Madje ka syresh që edhe mund të zilepsen prej së largu dhe do të dëshironin të ishin në vend të tij. Ndodh kështu, sepse gjithmonë gjërat që gjenden në larg nuk të sjellin shqetësime, por rrjedhoi të duken më tërheqëse. Por nëse e largët ato të bëhej e afërt, do të shihje më qartë dhe do të kuptoje se shikimi jo gjithmonë të jep të drejtë nëse është i vetmi që gjykon. Dielli po i afrohet perëndimit. I pangopuri nuk e vëren as pak që hija e zmadhuar së tepërmi shpejt do të tretet bashkë me ditën që po mbyllet. Është kaq i hutuar sa që dielli në perëndim nuk e kthjellon as pak. I vetmi shqetësim për të është se edhe sa kënaqësi të tjera mund të marrë me vete. I bretur nga ky shqetësim dhe i skllavëruar nga pangopsia, e gjen veten pa diell tashmë. Nata e përpiu ndriçimin. Është një natë ku yje nuk ka. Të vetmit shoqërues mbeten gjurmët e fjalëve dhe veprave përballë portave të heshtura
që tashmë nuk ka kusht i hap. Një jetë duke vrapuar për të shuar urinë dhe panopsin. Një jetë e kaluar si sklave dhe pse së largu dukesh zotëri fin. Një jetë duke grumbulluar kënaqësi dhe në fundi të rretur bashkë me ditën ku mund të çelje sytë e zemrës, para se të çelje, duke tu marrë fryma portat. Shenjat e të cilave s'mund t'i lexoje. Duke kërkuar kënaqësi, ju shmange vetëm njërës portës së fatkeqësive, por ishte tepër vonë kur kuptove se ishte e vetmja portë ku ti kishe hyrë realisht. Ishte e vetmja portë që të mirëpriti në fund të ditës tënde mbi tokë, nga që gjithë portat e tjera tashmë ishin mbyllur për të mos u hapur më